Vetëm 24 orë në ndojnë nga nisja spektaklit Ferma VIP 3, e që së fundmi janë zbuluar detajet të rëndësishme rreth sezonit të tretë të spektaklit. Si pas burimeve afër spektaklit, është zbardhur lista e personazheve që pritet i bashkohen formatit si dhe emrat që do të drejtojnë dhe komentojnë spektaklin. Nëse flasim për fermerët që kanë pranuar që këtë vit të jenë pjesë e këtij spektakli, po nisim me emrat më të njohur që pritet të jenë këngëtarët Jonida Maliqi si dhe Soni Malaj, përfshirë këtu edhe aktorin Elvis Pupa me shkrimtaren Mimoza Ahmeti. Pjesë e kastit aludohet të jenë edhe Sara Karaj, Romir Zalla, Vanessa Sono, Adi Pula, DJ Rafaela, Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gura, Kuba, Fabiola Elezaj, Gjesi Loci, Akil Vardi dhe Indri Shiroka. Një nga zhvillimet më të bujshme të këtij sezoni është drejtimi i programit nga Arbana Osmani. Ky moment shënon rikthimin e saj në ekran përmes një logoje të re televizive, duke drejtuar një format që konkuron drejt për drejt me Big Brother VIP, spektaklin me të cilin moderatorja është identifikuar për shumë vite. Regjisori Eduard Grishaj i Ferma VIP 3 si dhe në të njëjtën kohë bashkëshorti i moderatorës Arbana Osmani, sot ekskluzivisht për një emision ka treguar dhe ka ndarë detaje për Ferma VIP 3. Pra 24 orë para nisjes, ai ka thënë se Ferma VIP 3 ka teknologjinë më të re ndonjëherë në spektakël, si dhe po ashtu 7 kamera janë të dedikuara një fermeri. Kjo do të thotë se gjithsej janë 158 kamera sipas Eduard Grishës, e që i bie të jenë saktësisht 24 fermer në fermë. Ferma VIP 3 premton shumë, jo vetëm nga produksioni, jo vetëm nga stafi, por si dhe edhe nga fermerët këtë vit. Ta shikojmë nëse do të jetë një sezon bombastik, njëjtë si fermerët dhe njëjtë si moderatorja bashkë me opinionistët, pa përjashtuar edhe produksionin.